Një familje në Balldrait të Lezhës ka rënë prej grabitjes mëngjesin e sotëm. 3 persona të maskuar e të armatosur kanë mundur të marrin bijuterit, ndërsa janë përleshur dhe me zonjën e shtëpisë. Dulen që 3 vetë, me automatik. Tha, lek, tha. Ku i keni lek, tha? Qëtë lek mëre, mos u talli, tha që me mua. Iku hinën dhënë të gjumit, të 2, një në koridor, kishin maskat, kur edhe unë dola, më vuni dorën në ngoj, atëherë më ka marrë frymën, tuka ca fyt unë me ta. Mërzoj në tokë, 2 automatik, një pistolet bardhë pati, dvogël, me makinë jetu në barë. I mori bijuteritë çapati, nusjat e tana. Sipas Luçe Prekës, njërin prej grabitësve ka mundur ta shihte, pasi gjatë rezistencës se kishte hequr kapuçin. Ndërkohë uniformat blu mbërritën në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të identifikuar dhe kapur autorët.